I akuzuari kryesor për sulmin terrorist në Banjsk Milan Radojčić nga tash është I kërkuar nga organet e drejtësisë së Kosovës edhe për krime lufte. Ndaj tij dhe 19 serbëve të tjerë, gjykata themelore në Prishtinë ka lëshuar urdhër arrest për veprën penale krime lufte kundër popullatës civile. Mund të konfirmoj se Prokuroria Speciale e Kosovës I ka bërë kërkesë për lëshimin e urdhër arrestit dhe gjykata themelore ka lëshuar urdhër arrest për personat që keni pyetur. Ata dyshohen se në maj të vitit 1999 kanë vrarë 106 civil shqiptar në Gjakov, raportoi Betimi për Drejtësi. Milan Radojčić akuzohet edhe për sulmin terrorist në Banjsk të Zveçanit, për të cilin edhe ka pranuar përgjegjësinë. Për këtë rast, gjykata ka lëshuar letër rreshtime ndërkombëtare për sigurimin e prezencës së Radojčićit dhe të pandehurve të tjerë në procedurë. Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës më 11 shtator 2024 ka ngritur akt akuzë kundër Radojčićit dhe 44 të tjerëve për sulmin e 24 shtatorit 2023 në Banjsk. Të akuzuarit ngarkohen se përmes përdorimit të dhunës me armatim të rënd, tentuan ta shkëpusin pjesën veriore të territorit të Republikës së Kosovës e t'ia bashkojnë Republikës së Serbisë, me çrast si rezultat I dhunës së përdorur ka mbetur I vdekur zyrtari policor Afrim Bunjaku e u rrezikua jeta e zyrtarëve tjerë policor dhe popullatës civile. Akt akuza e Prokurorisë Speciale ngarkon 44 persona fizik dhe 1 person juridik. Në kohën e sulmit, Milan Radojčić ishte nënkryetar I listës serbe.